Tani në takimin e rrjetit global kishëm edhe zoti Bekim Gjafa, drejtor i CEOS, që na trego pak a shumë se si e pa rrjetin global, organizimin këtu dhe natyrisht si po jetë kompania. Bekim, përshëndes, faleminderit për kohën. Faleminderit juve. Organizimi i rrjetit është padyshim në shumë nivele profesional. Mira e kësaj shkon përteves takimeve që po ndodhin këtu, sepse benefitet janë që do të vinë në vazhdim, sepse takimet e para veç po bëhen, e pastaj frytet e këtyre takimeve do të shihen në vazhdim gjatë marrëveshjeve që do të realizohen mes gjithë këtyre pjesëmarrësve. I patë ishin prezent edhe përfaqësues të partive politike, natyrisht ishte ministra e Industrisë dhe Tregtisë. Çka nxorën nga ajo prezantimi tyne në këtë takim? Unë i falenderoj biznesin mas pari që kanë ardhur, sepse lidhja mes bizneseve edhe bashkimi i ideve tona dhe shkëmbimi i ideve me njëri tjetrin dhe shpërndarja e tregjeve të njëri tjetrit, kjo do të na mundsoj që ne të zhvillohemi. Partitë politike dhanë një mesazh, ne jemi edhe para zgjedhjeve, mendoj që e bën punën e tyre dhe shfrytëzojnë vendet për promovim të tyre. S'ka asgjë të keqe këtu, të drejtë. Mirë po, baza, organizimi dhe aktori kryesor janë bizneset, edhe kjo duhet përshëndetet dhe duhet fuqizohet sa më shumë. Këtë po e bëjmë edhe përmes këtij eventi, e bëjmë edhe përmes panajirëve që janë në Kosovë, përmes panajirëve që janë në Gjermani, që i kemi themeluar që 13 vite dytë, edhe po krijojmë, po bashkojmë tregje. Kjo është ideja që ne po bëhemi bashkë. Kjo vetdia kolektive për të menduar dhe për tjetrën, edhe me nda ato që e ke edhe me tjetrën, kjo është një fenomen që ne po ndërtojmë dal ngadal, edhe besoj që ka me qenë koncepti më i shëndetshëm që i duhet shqiptarëve kudo që janë. Në provojën tuaj gjatë të organizimit panajirës si CEO, si drejtori CEOs, na trego pak a shumë ku ka qenë stagnimi më i madh që nuk kanë hecë gjanat edhe as mirë, edhe ku kanë qenë zhvillimet më të shpejta që ndoshta e kanë ndihmuar zhvillimin ekonomik apo krijimin e hapësirës për biznes. Gjithmonë Kosovë dhe Shqipëri. Që them të drejtën, bizneset e bëjnë punën e tyre, aspekti organizativ i tyre duke operuar në këtë treg kaq të vogël, është vërtet për më mahnit për kur isha rezultatet e tyre. Sepse është treg i vogël në një, në dy ka ndryshime të papritura, për është shifën që 2-3 vitet e fundit ne po kemi që 3-4 parë zgjedhje, ka një energji jo të mirë duke u krijuar në treg, një energji pasive, e pesimizmit që është të transmetu prej politikanëve tanë. Kjo nuk është gjë e mirë edhe për popullatën, sepse një pjesë e madhe po mërgojnë. E pastaj biznesi po ka mungesë të stafit të tyre dhe kjo po pengon zhvillimin ekonomik të tyre. Hovi i zhvillimit ka qenë më shpallës pavarësisë. Ne kemi arrit do të thotë me patë kompanitë e reja që kanë lindë, ato që kanë ekzistuar, se si janë zhvilluar më një herë, është reflektuar edhe në panajirët tona, kemi mërime pas panajirin, në pas qenë ekspozues. Mirë po pastaj, problemet politike që kemi pas me veri vitin 2014, kur kanë fillu djegja pika kufitare, ka fillu Kosova me marë atë mbrapshën prapë. Dhe prej atëherë, ende nuk pa arrin me dalë në një trajektore me dëshmu që është veni sigur. Edhe me të qujtë veni sigur. Pavarësisht që ka shumë njerëz në këtë shtet, që nga biznesin, nga politika, që bëjnë punë të mirë. Mirë po ende, niveli i përgjegjësisë ku e shohë shumë politikan, mu më habit. Sepse kur takohemi ne çfarë do të qoftë në biznes, ne ulemi dhe tregojmë se cilat janë nevojat edhe interesat, edhe kërkesat tona, edhe gjejmë një kompromis edhe ecim përpara dhe na duhet një takim, o kemi interes, o s'kemi edhe mirë po e marrim një vendim shpejt. Po me zvarrit gjanat politik, qysh i zvarrisin këta me vite, këto nuk e kuptojnë. Kjo nuk është normale. Ky vend ka nevojë për njerëz që marrin vendime, janë konstruktiv, ulën, të qesin interesat e tyre në tavolinë, edhe bashkohen ose ndahen për herë. Po jo me zvarrit me vite. Mos më formu qeveria, jo me zvarrit, mos zgjedhjen e presidentit, e në fund një shumë zgjedhje prapë,
por në fund vjen një rezultat pak a shumë që shkasin. Do me thonë ka një efekt zinxhiror. Pa tjetër, sepse kjo po dërgon një lloj mesazhi pesimizmi të qytetarët edhe normalisht të fuqia blerëse e bizneseve. Një numër i madh i bizneseve, unë e di që gjatë 5 viteve të fundit kapitalin e tyre nuk janë më të investuar në Kosovë. Janë të qitë jashtë Janë të Kosovës. nxjerrë prej Kosovës. Janë të qitë kapitalin e tyre jashtë Kosovës, janë të majtë kompaninë ekzistuese, po një pjesë kapitalit për zhvillim janë të zgjedhë vende tjera. E kjo nuk është faji tyre. Sepse kush e biznesi është ka energji, biznesi don me rrjedh si lumi, edhe ai lum do të më gjetë një rrugë. Me jap diçka për fond për SEO-n, kur do të keni aktivitetin e radhës? Po ne vazhdojmë me panajirët 26 vite, në edicionin 26 i Expo Kosovë ndodh me 34 qershor. Edhe kjo është një fenomen interesant për fund që në pyete, sepse edhe këtu për shkak të zgjedhjeve ne kishim në një sallë tjetër panajirën dhe doli KXZ-ja, momentin e fundit thotë kjo sallë na duhet ne. E tash shife aty janë një numër mbi 100 biznese të cilët kanë planifikuar kohën e tyre, marketingun, stafin, buxhetin, gjitha këtu, për atë lokacion edhe do. Edhe vjen tjetëri, po unë kam organizim, sepse ata politikajt kanë qenë papërgjegjshëm edhe ju çrregulloj krejt sistemin e biznesit. Ndryshimi i shpejt për arë interesa. Se do të qoftë ne bën një zgjidhje tjetër, dhe vazhdojmë edhe programin e njëjtë, në datat e njëjta. Por nuk janë normale këto veprime, nuk janë normale këto veprime të niveleve shtetërore. Nuk është normale në një mënyrë të tillë me funksionu biznesin. Unë shpresoj që porositë, se mora porositë të tilla shumë, dhe sigurisht edhe politika është e vetëdijshme që është të bashkë skandale, edhe pse vazhdon të bëjë skandale të tilla, që s'paku dikush ta kuptoj se kush ka mundësi të shfrytëzojë përpara. U të falenderoj për kohën edhe për përkushtimin, natyrisht uroj sukses edhe për punën e SEO-s. Faleminderit shumë për mbar juve këtu në Angli e kudo që t'jemi. Faleminderit, ishte kënaqësi. Kënaqësi. Faleminderit.